Ish banorja e Big Brother VIP Albania, Benjada Nishani, ka rikthyer vëmendjen e ndjekësve me një deklaratë që po komentohet gjerësisht në rrjetet sociale dhe po ndes debat mes fansave të formatit. Modelja dhe figura televizive, e cila vazhdon të jetë shumë aktive online dhe e lidhur me publikun e Big Brother VIP Albanias, ka hedhur një thumbë që shumë kush po e konsideron më tepër se sa një batutë të rastësishme. Përmes një videoje të publikuar në profilin e saj, Benjada foli për atë që e quajti një sekret të formatit, duke u shprehur me tone lozonjare. Gjithmonë është një bjonde që arri në finale. Edhe pse e thëm me humor, fraza u kap me njëherë nga ndjekësit, të cilët nisën të analizojnë në detaj, duke e lidhur me dinamikat aktuale të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Deklarata u bë edhe më dyshuese për publikun për shkak të mënyrës si e shoqëroi Benjada videon. Ajo shihet duke kërcyer me këngën e Kristit, Tunde moj Selin Tunde, një zgjedhje që nuk kaloi as pak pa u vënë re. Kombinimi i këngës me deklaratën për bjonden finaliste bëri që shumë ndjekës ta interpretojnë si një mesazh të koduar, ose të paktën si një aludim të drejtpërdrejtë për Selinën. Në komente fansat kanë shpërthyer me reagime, duke e parë këtë si një parashikim apo edhe si një lloj informacioni nga brenda, ndonse nuk ka asnjë konfirmim zyrtar për një gjë të tillë. Disa e marrin si humor tipik të Benjadës, e njohur për natyrën e saj spontane dhe energjinë pozitive, ndërsa të tjerë janë të bindur se ajo po hedh sinjale për rrjedhën e lojës. Kjo lëvizje ka shtuar edhe më shumë kuriozitetin rreth finales së këtij edicioni të Big Brother VIP Albania, duke rritur pritshmëritë dhe diskutimet mbi emrat që mund të shkojnë deri në fund. Në një format ku çdo detaj lexohet mes rreshtash nga publiku, edhe një video e shkurtër mund të kthehet në lajm, sidomos kur vjen nga një ish banore kaq e dashur dhe ndjekur sa Benjada Nishani. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.